Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, videoja e parë u postua për shenjat më me fat të horoskopit për vitin 2026. Por kemi dhe shenjat të favorizuara dhe që do bëjnë ndryshime të mëdha gjatë vitit 2026, ku do kenë ndryshime dhe mundësi në lidhje me gjithçka. Dhe do të gjojmë, ju uroj gëzuar dhe ju, por dhe të gjitha shenjat e tjera të horoskopit, por mos harroni, sepse të favorizuar janë të gjitha ata që do kenë dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por ju mund të keni dhe planete në këto shenja. Kështu që ju ftoj ta ndiqni këtë video deri në fund për të parë se cilat shenja kanë ndryshime dhe cilat do jenë të favorizuara gjatë vitit 2026. Atëherë ndiqeni videon deri në fund, ju ftoj ta ndiqni. Atëherë vazhdojmë me shenjën tjetër, dhe shenja tjetër që do jetë më e favorizuar gjatë vitit 2026 është shenja e Gafores. Ju uroj gëzuar, një vit sa më të mbar, bollëk, prosperitet dhe bereqet edhe në lidhje me ju. Por këtë duhet ta dëgjojnë, këtë video, duhet ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten të shenja e Gafores, por dhe hënën, por dhe gjithë ata që mund të kenë planete që ndihmohen gjatë vitit 2026. Për shenjën e Gafores, vitit 2026, ju do kaloni ato momentet e errta që ju keni pasur gjatë vitit të kaluar, ose gjatë vitit që po lëm pas. Kështu që, më falni, do jetë një vit ku ju do keni një zemër më të madhe, por dhe fati do vi më i madh tek ju. Gaforia është në një moment të fatit të vet, ju prisnit diçka në lidhje me marrëdhëniet tuaja, dhe gjithçka që ju do shikoni është që do hapen dyert në lidhje me ju. Të gjitha gjërat do bëhen më të lehta, më të qeta në lidhje me ekonominë, ju do largoheni nga vështirësitë që keni pasur dhe ky vit do t'ju japi fat në mundësitë që do t'ju jepen gjatë këtij viti, ose në ofertat që ju do keni gjatë këtij viti. Ky vit do t'ju sjellë stabilitet, do t'ju sjellë ngrohtësi në marrëdhënie, në familjen tuaj, por edhe fat. Do lindi një dritë në mes të errësirës që ju mund të keni qenë gjatë vitit të kaluar dhe të gjitha vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente kanë ndodhur për t'ju përgatitur për një vit 2026 më të mirë akoma. Ju ndoshta keni kaluar dhimbje dhe nga këto dhimbje keni mësuar, keni gjetur forcën, do gjeni dashurinë gjatë vitit 2026, sepse do vi një njofje e re në jetën tuaj që do t'ju ndryshojë jetën tuaj dhe ju mund të ndryshoni gjatë këtij viti dhe vendin e banimit. Flasim këtu për gjithë ata që janë të rinj. Viti 2026 është një vit i besimit. Por dhe gjithë ata që janë të lirë, nuk do të thot vetëm ata që janë të rinj. Viti 2026 është viti i besimit. Njerëzit do t'ju ndihmojnë për të larguar të kaluarën. Gjëra që ju kanë shkaktuar dhimbje, ju kanë shkaktuar mosbesim, ose situata të vështira që ju mund të keni kaluar në vitin e mëparshëm. Është një vit shumë i mirë dhe në lidhje me ju do jeni protagonist të këtij viti, dhe është një vit shumë i mirë. Atëherë, kjo ishte për shenjën e Gafores. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe do vazhdojmë me shenjën tjetër. Atëherë, shenja tjetër që do jetë e favorizuar, mbas shenjave që do jenë me shumë fat, është shenja e Shigjetarit. Ju uroj një vit të mbar, një vit sa më të gëzuar dhe fat, sukses në jetën tuaj,
në familjen tuaj, por dhe nga ana profesionale. Dhe për shenjën e shigetarit, mund të themi që ju duhet shikoni në qoftë se keni ascendenten ose hënën të shenja e shigetarit, jeni të privilegjuar gjatë vitit 2026, por ju mund të keni dhe planete në këtë shenjë që do t'ju ndihmojnë në vitin 2026. Për shenjën e shigetarit, ju keni qenë në vështirësi të rrezikshme vitet e kaluara. Viti 2026 do t'ju sjelli fat në jetën tuaj, gjëra do të lëvizin shpejt dhe ju do largoheni nga vështirësitë që keni kaluar. Viti 2026 do t'ju sjellë njohje të reja, por ju do shihni dhe shpejtësinë e ecjes së gjërave me njerëzit që ju dëshironi të keni në jetën tuaj. Viti 2026 do t'ju sjellë stabilitet në marrëdhënie, në njohje, do merrni vendime të rëndësishme gjatë këtij viti. Gjithsesi, është një vit që ju i keni mësuar gjërat e panjohura. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që t'ju hapen dyert, çfarëdo që jeni përballur në vitin 2025 ose edhe më përpara, atëherë ky është vit ku ju keni njohur shumë gjëra dhe kjo gjë do t'ju hapi dyert në vitin 2026. Do jetë një vit strategjik edhe në lidhje me ju, por është një vit që do merreni dhe me detajet. Jeta vet do të stabilizojë gjërat gjatë këtij viti. Do keni një energji të jashtëzakonshme, por do t'ju hapi rrugën e fatit dhe do keni mundësi për të realizuar ëndrat tuaja gjatë vitit 2026. Atëherë, këto ishin të gjitha shenjat me fat dhe shenja që do jenë më të privilegjuara që i ndihmon fati në lidhje me vitin 2026. Gjithsesi, për gjithë shenjat e ngelura, jo se ju nuk do keni fat, sepse varet ju ku keni ascendenten, ku keni hënën, pothuajse të gjithë do jenë të ndihmuar edhe nga energjia e shenjave me fat, ju mund të shihni këto gjëra. Dhe mund të shihni ascendenten ku e keni dhe mund të jetë në njërin prej këtyre shenjave. Jo se nuk do ketë sfida, edhe të këto shenja që janë me fat, do ketë sfida, por fati do t'i ndihmoj në momente të rëndësishme të jetës tyre. Kështu që pjesës tjetër të shenjave ju uroj shumë fat, ju uroj shumë dashuri, paqe, lumturi, gëzim në familjet tuaja, por edhe suksese profesionale, por dhe ekonomike. Në çdo fushë të jetës të keni sukses. Atëherë kjo ishte për të gjithë ju përshëndes të gjithëve, ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbar, një mbasditë sa më të këndshme, një fundviti sa më të bukur. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, se ende s'ka përfunduar, videot e muajit nëntor, videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti, por dhe video me tema për dashurinë dhe temat e javës dhe gjithçka tjetër. Doja t'ju falenderoja të gjithëve që më ndiqni, falenderoj të gjithë abonentët e rinj që janë futur në këtë komunitet. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit që ndjekin videot e këtij kanali, që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe, sepse janë të mirëseardhur në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe fat për të gjithë. Dhe vazhdoj me shenjën tjetër, që do jetë një shenjë që përsëri do jetë e favorizuar gjatë vitit 2026, dhe kemi shenjën e peshqve. Ju uroj një vit sa më të gëzuar, sa më shumë fat edhe ju të shenjës së peshqve, mbarësi, bollëk, bereqet, por ndërkohë do doja t'ju thoja të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve, por ju mund të keni dhe planete në këtë shenjë, përfitoni, ata që kanë ascendentet përfitojnë më shumë, kuptohet, por dhe ata që kanë hënën ose planetet tjera. Dhe vazhdojmë se si do jetë viti për shenjën e peshqve. 2026 është një vit stabiliteti. Ju do provoni gjëra të reja, do ndikoj shumë në karrierën tuaj, në lidhje me
punën tuaj, me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme që keni, por do keni njofje në punën tuaj, flasim për gjithë të rinë, por ka ardhur momenti që ju është një vit do me thënë shumë i rëndësishëm. Ka ardhur momenti juaj. Në qoftë se keni humbur mundësit më përpara, atëherë është viti për t'i shfrytëzuar, si në lidhje me ekonominë, në lidhje me punën, por dhe gjithçka tjetër. Ju do përdorni një strategji ekonomike gjatë këtij viti, do keni ndryshime të mëdha, do hapen dyert në lidhje me ju, do keni njofje të reja, stabilitet në marrëdhënie, të rinë do keni një njofje te vendi punës tam gjatë këtij viti, por do keni një njofje që do t'ju japi qetësi dhe do t'ju japi siguri për pjesën e beqarëve. Do t'ju largohet mërzitja, do kujdeseni më shumë për veten dhe për shëndetin tuaj gjatë vitit 2026, por ky vit do jetë një vit i mirë, pa kriza, pa dhimbje, dhe rruga juaj me të dashurit tuaj do jetë më harmonike. Gjërat e vështira do largohen dhe ju mbyllni një cikël të vështirë dhe filloni një cikël të ri njohjeje. Jo vetëm për jetën profesionale, por këtu flasim dhe nga ana personale. Ndërsa do keni ndryshime gjatë vitit 2026, ju do shikoni që ëndrat tuaja do bëhen realitet dhe do realizojnë ëndra që ju nuk i keni menduar, por do hidhni dhe hapa të reja gjatë vitit 2026. Atëherë kjo ishte për gjithë ju të shenjës të peshqve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe ne do vazhdojmë me shenjat e tjera që janë të favorizuar. Atëherë vazhdojmë me shenjën tjetër, është shenja e ujorit. Ju uroj gëzuar një vit sa më të mbar, të gjithë ju të shenjës të ujorit, ju uroj fat vërtet të gjithëve. Por ndërkohë këtu fat do kenë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e ujorit. Por ju mund të keni dhe planete, sa do pak planete që të keni, do t'ju ndihmojnë në lidhje me vitin 2026. Gjithsesi, edhe për shenjën e ujorit është një vit fantastik në lidhje me ju. Ju do jeni të favorizuar gjatë këtij viti, do keni diskutime në lidhje me ekonominë, ndoshta disa diskutime që ju kanë lodhur, por ndërkohë do merrni marrëdhëniet tuaja do marrin një ngjyrë tjetër, do keni njohje të reja, do keni negociata gjatë vitit 2026, por fati do jetë në anën tuaj, ku do t'ju japi siguri gjatë këtij viti. Viti 2026 ju do keni ide që do t'ju vinë dhe duhet të shfrytëzoni dhe t'jepi mundësi ideve që ju keni për t'i çuar përpara, sepse do jenë shumë të suksesshme dhe do jenë çelësi që do jetë në dorën tuaj. Kështu që aty ku keni pasur frikë, do vi siguria. Aty ku keni pasur vështirësi, ju do shikoni që do hyjë drita në shpinë tuaj ose në gjërat tuaja, sepse fati do t'ju ndihmoj edhe në lidhje me marrëdhëniet që ju do keni. Gjithsesi është një fat i mirë edhe për shenjën e ujorit, do jeni me fat, shfrytëzoni mundësitë dhe ofertat, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por shfrytëzoni idet, sepse aty është pika juaj më fort gjatë vitit 2026, idet që ju do keni t'i çoni përpara, sepse do jenë një pikë ndriçimi të jetës tuaj për vitin 2026. Atëherë mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.